Lista serbe e ka kontestuar në gjykatën kushtetuese konstituimin e legjislaturës së re, me që asnjë nga 9 deputetët e këtij subjekti politik nuk ka arritur të sigurojë vota për të bërë nënkryetari i kuvendit. Në kërkesën adresuar në gjykatë, kjo parti ka pretenduar se me zgjedhjen e Nenad Rashiqit nënkryetar janë shkelur kushtetuta, rregulloria punës së kuvendit, si dhe aktgjykimi i mëparshëm i kushtetueses mbi të njëjtën çështje. Kushtetueses i është kërkuar ta pezullojë edhe punën e kuvendit. Po ashtu kemi kërkuar vendosje në një masë të përkohshme për të ndaluar veprimet antikushtetuese që mund të shkaktojnë dëme të pakthyeshme. Legjislatura e 9 u shpall dhe konstituar më 10 tetor me zgjedhjen e Rashiqit nënkryetar nga radhët e komunitetit serb. Zgjedhja e tij u bë pas u realizuan nga 3 procese votimi për secilin nga 9 deputetët e listës serbe dhe asnjëri nuk siguroi mbështetjen e shumicës në kuvend. Pas kësaj, kryeparlamentari Dimal Basha kërkoi që zgjedhja e nënkryetarit serb të vazhdoj përmes shortit, duke i mundësuar Rashiqit të zgjidhej nënkryetar. Kushtetuesja ka trajtuar ankesën e dorëzuar më herët nga lista serbe lidhur me çështjen e nënkryetarëve, pasi kreu i kuvendit e pati shpallur të konstituar kuvendin pas zgjedhjen e nënkryetarit të 5 e që i përket komunitetit serb. Në vendimin e kushtetueses është thënë se nënkryetari propozohet nga shumica e deputetëve të komunitetit serb, por nuk u ka lënë në dorë deputetëve mjetin për ta bllokuar konstituimin. Një ditë pas zgjedhjes së Rashiqit, presidentja Vjosa Osmani e mandatoi kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti për ta formuar qeverinë e re. Ai ka edhe 10 ditë kohë për t'ia prezantuar kuvendit përbërjen dhe programin e qeverisë, miratimi të cilave bëhet me votën për të së paku 61 deputetëve.